mashtru edhe gratë, edhe burrat, edhe duke ardhur deri te ndamja. Po la. Po. Kja themi te lavi që ai ka. Jo, pasuri pat një pyetje shumë e vërtetë më vjen që tha sa ka ndikuar. Unë nuk jam teolog I besimit islam, unë jam një psikolog I diplomuar, bachelor dhe master në psikologi. Po mos më kallëzo çu ka ndikuar. Organizative dhe sociale. Ashtu kam kryer shkollën e urtë të mesme muzikës. Tani jam përfundim në bachelor. Po si ka ndikuar la? Patjetër. Në bachelor në muzikologjin. A mos si ka ndikuar kjo po? Unë nuk mundet më ndiku te unë sepse unë nuk kam nevojë ndërmjetësues me pas të Zotit, sepse unë kam vetvetiu, domethënë me rrugjet e mia me namaz që bëj 5 herë në ditë, edhe domethënë do thotë unë jam I lidhur gjithmonë në makinën time, veturën time. Edhe kur flen familja ime, edhe kur zgjohemi, ne gjithmonë jemi me avdes, edhe gjithmonë jemi I lidhur me Zotin. E kështu që unë këto nuk mësojnë mua sepse më kanë zënë herë, prandaj gjithmonë vjen sebepi diçka që ti të udhëzohesh në një rrugë, sepse unë kam edhe shok dhe shumë jara në besimit katolik, protestant. Kam pas edhe një bashkëpunëtor që ka punu me një fabrikë time, një pastor I protestant, shumë gjëra kam mësuar edhe prej tij, kështu që unë kam shkuar edhe për shenjë respektit që kam shqiptarët besimit, domethënë shqiptarët e tanë gjakut jon, besimit katolik kam shkuar edhe kishlaçit me respektu, me nderu, po unë jam besimit islam, kështu që familjes time nuk I zën më së hire sepse ne jemi gjithmonë me avdes, e gjithmonë jemi me namaz. Ja ka mundësia se hiret hoxha zon se hiret me avdes? Po kur je me avdes nuk besoj. Kështu që avdesi është një mbrojtje. Një mbrojtje, po është e pamundur nëse dikush mundohet do ta lum momentin e duhur për me të bëu gjë. Sa I mund me qit në ushqim, mund me qit në pije. Po më prap thash, njerëzit të cilëve ju mungon besimi, ata I thon vetë musliman. Po një diçka e vogël e shet që ka deviju, edhe mundohet me hoxha nuk ndihmon. Hoxha mundet me qenë një urë lidhse, me të afru deri te krijuesi, nëse ti zbaton mësimet që ti sugjeron imami ose hoxha. E vërtet. Po një perspektivë edhe ndryshe pak me pa. Po. Do të domethënë konfrontu. Jo. Skemi pa. Edhe nëse konfrontohemi nëse është për të vërtetën është në rregull. Po se jeni të argjukuar veç po. Bota shpirtërore dallon prej botës fizike. Njerëzit normal që kanë nevojë me pas një manifestim atë që Fehimi e tregoi më herët që kanë diçka me pas, që me zhvendos nga çështja shpirtërore në diçka konkrete. Mirë, një hajmalit të tillë, çfarë që qoftë atje për ime ose fallës, mundet kushdo mundet me kall, kushdo mundet. Pyetja është a mundet ne me djeg autoritetin edhe frymën që është pas kësaj. Për kuptimin tonë, për kuptimin si të krishterë dhe çfarë thotë edhe Bibla, nuk ka rëndësi desh bë kryq, desh merr avdes, desh shkatur zhba, nuk për bindjen, për flas si një krishter si teolog, këto gjëra nuk janë preventiv në asnjë lloj gjëje. Mirë është besimtarë që kanë besimin e ulët, me I këshillu kështu, mirë është, ndikon. Pa është ajo që e shëron dhe rregullon punën, jo, nuk është. Prandaj mundet me ndodhë që edhe ne bijem nga mos funksionalizimi I kësaj gjëje, njerëzit nuk rritën besim edhe na mu I meros sikurse ata që bëjnë vetë magjia sepse nuk po prodhon punë. Çfarë ku është autoriteti sipas Biblës? Perëndia duke ditë që ne jemi në lloj robrie nga bota e errët, ka dërguar Krishtin birin e vet për me ardhur me shkatru veprën e djallit edhe atë vetë me çfrontsue